Jemi sërish bashkë në studio, në vizionin e pasdites, dhe me qënë se në pjesën e partë të programit, në folëm për shoqërinë e vërtet midis femrave, dihet që ndër bisedat më të diskutueshme mes femrave është çështja e veshjes, apo kur e veshur sot, ndoshta ndonjëherë i kursejmë komplimentat, ndonjëherë mund të kemi edhe me tepëri, dihet që diskutojmë për fustanet, për veshjet, për shopping. Të mbetëm një tek fustanet, sepse bëhet fjalë për një fustan që po çmend, në kuptimin figurativ të gjithë botën, pasi është postuar në rrjetet sociale nga një aktore skoceze. Të gjithë po diskutojnë, personazhet famshëm dhe jo, se çfarë ngjyrash ka ky fustan. Janë ndarë pak a shumë në dy pjesë, në dy grupe të mëdha. Disa pretendojnë se ka ngjyrë të bardhë me gold, me ngjyrë të artë pra, ndërsa një pjesë tjetër thonë që është blu me të zezë. Sipas studimeve, më tepër anohet nga ngjyra blu me të zezë, por çfarë ndodh me perceptimin e ngjyrave? Pse është kaq shumë e mundimshme për të përcaktuar se çfarë ngjyre është ky fustani? Ne të ftuar për diskutuar më konkretisht kemi psikologen klinike Almeida Xhaferi. Mirë se ka ardhur, faleminderit. Faleminderit për ftesën. Almeida, çfarë po ndodh ndërkohë që do të kemi mundësi të shohim edhe fustanin, me pamje në ekran? Pse? Gjithë këtë diskutimi i madh, po, ka marrë kaq shumë jehon, vetëm një fustan që është postuar aty edhe kaq. Se njerëzve ju bën shumë përshtypje, mendohet që ngjyrat janë më eksakte nga çan ato realisht dhe duke marrë spunto nga kjo gjë, njerëzit janë të ndarë që nëse ne shohim diçka si blu, ajo është e mirëqenë që është blu dhe nuk mund të perceptohet nga dikush tjetër si e bardhë, le të themi. Pse janë ndarë njerëzit në këtë perceptim, po themi kështu, në dy pole të kundër? Se janë edhe shumë largë, e bardha me ngjyrën e artë, me blun me të zezë, janë ku e ku. Pra, dy ngjyra që kanë shumë dritë me dy ngjyra të errta relativisht. Për ta shpjeguar këtë, do duhet të sqarojmë së pari mënyrën se si truri ynë fillon edhe percepton ngjyrat. Duhet të bëjmë të gjithë dakord që asnjë objekt nuk ka ngjyrë. Në vetvete asnjë gjë, asnjë objekt, asnjë materie, asgjë që ekziston në këtë rrezull toksor, në vetvete nuk ka ngjyrë, është akromatik, le të themi. Çfarë ndodh? Janë valët e rrezatimit të dritës, intensiteti i tyre janë ato që përcaktojnë ngjyrë tek objektet. Le të themi që frekuenca e valëve në përmjet përqimit të atyre që quhen fotone, po themi njësitë e dritës, janë ato që do përcaktojnë edhe ngjyrën që objektet marrin duke rrezatuar mbi to. Sa më e gjatë jetë frekuenca e kësaj vale, atëherë ka gjasa që një ngjyrë të perceptohet, pra gjatësia më e madhe na përçon fotonet të ngjyrës të violës dhe gjatësia frekuenca më e vogël e rrezeve e rrezatimit të dritës na përçon, po themi ngjyrë fotonet që i përkasin ngjyrës së kuqe. Kombinimi ndërmjet këtyre gjatësive vale është ajo që do të bëjë edhe po themi kombinimet e tjera të ngjyrës. Po, pse nuk e ka menduar pak më ndryshe, Almeida, përpara se ta përfundosh, që varet edhe nga pozicioni në cilin është shkrepur fustani? Patjetër, do kalojmë edhe aty. Më lejo ta përfundoj këtë pjesën. Atëherë janë këto gjatësi të dritës, këto valë të gjatësive të dritës që përçojnë, po themi, ndriçimin e tyre në objekte të caktuar dhe nga ana tjetër është vetë materja kimike, do me thënë materiali kimik i objekteve që absorbon, përthith apo reflekton valë të caktuara. Për shembull, nëse ne marrim tre ngjyra të bazë që ekzistojnë nëpërmjet ndriçimit, që është e kuqa, jeshilja edhe bluja. Dhe të treja njëkohësisht përthithen nga një objekt i caktuar dhe nuk reflektohet asnjë rreze e tyre, ne do perceptojmë ngjyrën e zezë. Nëse ndodh që ne përthithim, po themi blun, jeshilen edhe të kuqen, atëherë objekti që ne shohim reflektohet, po themi jashtë ngjyra blu, ne do shohim ngjyrën e verdhë. Nëse në të njëjtën kohë ne përthithim të treja këto valë dhe nuk jashtëzohet nga trupi, nga objekti, nga fustani, po themi as nga këto valë, atëherë ngjyra që do marrë ky fustan apo ky objekt do të jetë ngjyra e bardhën, nëse nuk absorbohet asnjë ngjyrë. Më vete. Çfarë ndodh? Shkenca nuk është vetëm e kaq në aspektin fizik, po është edhe në aspektin biologjik të saj. Nga ana tjetër, ne i përthithim këto njohuri nëpërmjet receptorëve. Postove në rrjetet sociale këtë gjithë të shpjegimin apo ekskluzive në studio? Jo, që është ekskluzive për studion tonë, mendova të vim me diçka më serioze.
receptorët e shikimit, që janë edhe fotoreceptorët që njehen ndryshe, brenda syrit ton, po mundojmë të flas me fjalë shumë të thjeshta, ndodhen këta receptorë të shikimit. Sepse këto janë terma shkencor, dashur pa dashur, kështu që pse mos të njohim. Për shembull, është interesante të mësojmë që brenda syrit ton gjithashtu janë 3 fotoreceptorë që kanë 3 ngjyra të bazë, quhen kone, dhe kanë po blun, jeshilen edhe të kuqen. Nëse ne shohim ngjyrën e verdhë së jashtëmi, atëherë aktivizohet vetëm, dhe ngjyra e verdhë nuk është në konin e syrit ton, atëherë aktivizohet një kombinim të kuqes me jeshilen, truri jon merr mesazhin nga këta fotoreceptorë dhe ne perceptojmë ngjyrën e verdhë. Ku qëndron problemi? Për ta lidhur me fustanin. Me fustanin, po. Mënyra se si ne e interpretojmë së brendshmi në trurin ton këtë imazh pamor që marrim, vërtet ne bëjmë mesatar, po themi projektojmë ngjyrën e verdhë, po kush e mat që e verdha ime me të verdhën tënde është e njëjta e verdhë, është jetë subjektive. Ne mësojmë që molla ka ngjyrë të kuqe, që kur fillojmë të mësojmë të lidhim objektet me ngjyrat, po kush e mat që e kuqja e mollës që unë perceptoj me të kuqen e mollës që ti percepton përbën të njëjtën të kuqe. Ne mund ta themi edhe tonalitetin, është e kuqe e qelit, ose e kuqe e gjaku. Ne mundohemi, po gjithsesi është jetë subjektive është unike çdo ngjyrë tek secili nga ne. Është një botë e brendshme të cilët shkencëtarët të paktën nuk kanë arritur ta masin akoma, po le të themi që ndërtojnë mesatare të përgjithshme për të gjetur një gjuhë të përbashkët. Ndikon momenti psikologjik kur ne jemi duke e parë mollën, po them që nëse unë gjendem mirë, atëherë edhe syt më shkëlqejnë edhe e shoh më të ndritshme. Ose nëse unë gjendem keq, po edhe shikimi nuk e kam shumë të qartë. Le të themi që ndikojnë të 3 këta komponent, ndikon sasia e dritës, që mund të ndikojë edhe në gjendjen tonë shpirtërore në të njëjtën kohë, janë ato ditët e bukura me diell që ne shohim botën, po themi, më pozitive, dhe janë ditët gri që ne jemi më pak, po themi, optimist për jetën, dhe ngjyrat nuk i perceptojmë kaq bukur, për ta lidhur pak me temën. Ndodh pasaj që edhe këndi i shikimit ka pjesën e vetë, nëse e lidhim me fustanin, për shkakun që jemi duke folur, duhet kemi parasysh që është një foto jo shumë e qartë. Disa njerëz e marrin a priori të mirëqen, pra që reflekti, rrezja e shkrepur në aparat mund të jetë një rrezë bojqell dhe fustani është realisht i bardhë, duke menduar që ajo strisha si në ajo, po themi, hjezimi apo nuanca si bojqell që mund të ketë marrë fustani. Nuk kam parë ashtu si blu lejla në lejla edhe e zezë, kështu më duk mua të paktën. Ndërkohë që fotot në ekran po na tregojnë që perceptimi është edhe i bardhë me gold. Po pse jemi ndar Almeida në 2 grupe të mëdha, pikërisht të ky fustan, dhe nuk ka ndodhur asnjëherë më parë, përderisa ne i perceptojmë ndryshe nga njëri tjetri ngjyrat, nuk ka ndodhur asnjëherë më parë që diskutohet kaqërsisht për këtë temë. Pse me një fustan të tillë? Pse bëri kaq shumë bujë? Sepse mundësia për të çimin e informacionit në një kohë shumë më të shkurtër, në kohën që ne jetojmë, është më e madhe. Së dyti duhet kemi parasysh që kjo figurë është hedhur nga një figurë, po them, nga një personazh shumë i njohur, audienca e të cilës është shumë e gjerë, dhe mundësia për të shpërndar në një masë shumë të gjerë njerëzish, shumë të madhe, është edhe më e madhe. Dyshoj nëse do ta kisha hedhur unë për shembull këtë fustan, nëse do kishte bërë xhiron e botës në një kohë kaq të shkurtër dhe do kishte ngjallur një debat kaq të madh. Po ne i kemi komentuar vit pas viti VIP-at në evente shumë të rëndësishme. E kemi thënë sa të shkon moj Nicole Kidman ky fustani gold. Edhe këtu do ndalemi pak te cilësia e fotos, sepse këtu ka të bëjë edhe cilësia e fotos, këndi i shikimit që gjithsecili prej ne e shikon. Kemi parasysh që është një foto jo shumë e qartë, ne marrim të mirëqen që është blu me të zezë, ne që e shohim si të tillë, po që le të themi që është një foto e kapur me një celular që qëllimi i saj nuk ka qenë të bëjë këtë bujë, po që e ka bërë në vijim e sipër. Nuk mendoj që ka qenë si projekt për të ngjallur kaq debate kjo lloj cilësie fotografie. Nga ana tjetër, për t'i dhënë një vlerësim më të mirë ngjyrës reale të këtij fustani, së pari duhet hequr nga konteksti, si mund ta kuptojmë. Duhet të marrë një copëz, po themi, e blus apo e të bardhës që perceptohet të ky fustan, duhet shkëputur nga tërësia e gjës dhe të vendoset në një flet, po themi, të bardhë nëpërmjet aplikacioneve të kompjuterit. Jo, nuk kemi pse bëjmë unë e ti, mund ta bëjnë ata që janë të interesuar, ti shkojnë deri në fund kësaj gjëje, janë edhe amatorë nga shtëpia që kërkojnë ta gjejnë të vërtetën deri në fund.
Dhe mund të shkëpusim po edhe një copës, po themi të pjesës që disa e perceptojnë gold dhe disa e perceptojnë të zezë, ta hedhin edhe këtë në një fletë barë. Këtyre personave ju referove përpara se ne të fillonim transmetimin drejt për drejt elemente që më the shumica e atyre që janë kompetent të fushës, thonë që është më tepër blume të zezë. Po, duke bërë këto prova që unë po them, duke shkëputur pjesë nga materiali nga e gjitha e gjithë dhe duke i vendosur në një sfond tjetër më të qartë, që është e bardha, duke marrë të dyja, ka rezultuar që ka shumë gjasa, po themi probabiliteti është shumë i lartë që fustani të jetë blume të zezë dhe jo i bardhë me ngjyrë floriri. Nëse ke diçka për të shtuar, sepse dua të të bëj edhe një pyetje të fundit. Në këto kohë në të cilat ne jetojmë, sigurisht jemi frekuentues të rrjeteve sociale, ato na shërbejnë si për të ardhur më afër njerëzve tanë të dashur, po ndoshta edhe për të marrë më tepër informacion. A është e nevojshme që të ketë diskutime të tilla që ndonjëherë ndonjëri që ka 2-3 punë apo ka edhe fëmijët për të rritur thonë, me çfarë merren këta njerëz? Sepse shumë personazhe, edhe publik shqiptar thoshin apo postonin që jam çmendur unë apo ky fustani është kështu. Pra, i është dënë shumë zhurmë për asgjë, do thoshte Shakespeare. Faktikisht edhe ne jemi mbledhur këtu edhe flasim për të zhurmën për asgjë, do thotë që ka gjetur psikologe ka mendimin e saj. Vëmendjen, ka mënyrën e tij për të tërhequr vëmendjen, e ka gjetur diçka që dhe ne të na bëj kurështar. Po, a shërben për diçka në vetvete? Sigurisht shërben, për shembull. Ne arrim të kuptojmë nëpërmjet kësaj gjëje që realiteti është i ndryshëm dhe unik në sytë e gjithë secilit prej nesh. Ne arrim të kuptojmë që shpesher mund na ketë ndodhur dhe kur kemi qenë më të reja, me të shoqes të diskutojmë që ky fustan është një jeshile që anon është jeshile, po është një boqell gurkali, ka pasur edhe debate të tilla. Besoj që secilit prej nesh mund t'i ketë ndodhur në tavolinë. Me këtë rast ne arrim të kuptojmë që jeshilja në kokën time është shumë e ndryshme nga jeshilja në kokën tënde, dhe dyshoj që të gjitha dinin. Kuptojmë që realiteti perceptohet nga gjithë secili në mënyrë unike dhe ndonjëherë është mirë që mos të bëjmë debate për gjëra që nuk na i prishin kaq shumë për ditëshmërinë apo rehatin apo interesat tona të përbashkëta dhe të jemi më me mendje të hapur, të pranojmë edhe mendimin e ndryshëm, sepse kjo gjë që ne e njohim për një të vërtet determinuese, mund të mos jetë edhe kaq e vërtet absolute. Mund të jetë edhe relative. Almeida, faleminderit që ishe me mua. Në fakt, ne të vizionit të pasdites se gjetëm zgjidhjen, sipas studimeve që psikologja na tha, ky fustani ishte më tepër blu apo lejla e errët me të zezë. Ndoshta ju do të vazhdoni akoma që në rrjetet sociale të shihni se çfarë ndodh edhe cilat janë komentet e ardhshme, po ne e quajmë çështje të mbyllur dhe tani dua që të ndalem paksa tek ajo që do të nisë shumë shpejt në ekranin e Vision Plus. Bëhet fjalë për talent show-n Tutsi Kevales, ti e di që vlen një sukses i pa diskutueshëm ndërkombëtar nga Endemol, i cili nis së shpejti transmetimin e tij në Vision Plus. Objektivi i këtij formati është zbulimi i talenteve të reja në fusha të ndryshme si në kërcim, në këngë, aktrim, komedi, akrobaci, imitim apo në çdo disiplinë tjetër ku gjithsecili mendon se mund të shpreh më mirë talentin e tij. Audicionet me kujdes do të vazhdojnë këtë fundjavë përkatësisht të shtunën në Korç në teatrin Andon Zako Çajupi nga ora 12 deri në orën 16. Të dielën në Fier, qendra kulturore pas prefekturës nga ora 10 deri në orën 14 dhe më pas në Vlorë, Pallati i Kulturës Laboria nga ora 16 deri në orën 20. Jeni të gjithë të mirëpritur për të bërë pjesë e këtij show gjigant talentesh. Tutsi Kevales, publicitet, rikthehemi pas pak. Të dielën ora 16 deri